gjithë qytetarët e Kosovës që dje festuan pavarësinë e tyre, qytetarët që jetojnë dhe në liri, në pavarësi dhe me drejtësi. Qëndroj sot këtu para josh të nderuar gjyqtar, jo se një kriminali që përshkruan akt akuza e prokurorisë, por si një njeri i lindur dhe i kalitur në luftra për dinitet njerëzor, nga një popull ose në një popull që refuzoi që të zhdukej nga politikat e krimit